Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Me lenin Allahut, sot pasi që folëm për thatësinë emocionale me prindërit dhe pastaj folëm për thatësinë emocionale me fëmijët, me lenin Allahut si ligjërat e rrezë do të jetë thatësi emocionale me jetën bashkëtorë. Do thotë do të folmi diçka rreth jetës bashkëtorë, drejtave që kanë bëjnë me burrin dhe drejtave që kanë bëjnë me gruan, shkurtimisht për shkak se është temë e gjerë dhe në vitet shumë kohë për mi detajizu, mirë po unë në përgjithësi do të flas rreth asaj që njihet si thatësi emocionale në jetën bashkëtorë apo me jetën bashkëtorë. Ne gjithë e dimi që martesa është dhunti prej dhuntive të Allahut Azza wa Jall. Po kur edhe shtëpia është stabile, edhe është e qëndrueshme dhe jeta bashkëtorë është e mirë, kjo është dhunti mbi dhunti, është dritë mbi dritë. Këtë dhunti, këtë mersi e jep veç Allahu Azza wa Jall. Andaj ne jemi të urdhëruar të respektojmë ligjet e Allahut dhe ato drejta që Allahu Azza wa Jall neve na i ka dhënë dhe poshtë edhe përgjegjësi. Për shkak se ne kemi drejta, po realisht kemi edhe përgjegjësi, ashtu siç i kemi edhe ato drejta tona. Allahu Azza wa Jall thot: "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf", silluni mirë, çoni jetë mirë me gratë. Po ashtu Allah Azza tha: "Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf". Gratë i kanë drejtat e veta ashtu siç i kanë edhe përgjegjësitë e veta. Pejgamberi sa më tha: "Khairukum li ahli", më i miri në mesin tuaj është më i miri, është ai i cili është më i mirë me familjen apo me gruan e tij. E kur shtëpia ka dashuri, kur ka mëshirë, kur ka mirëkuptim, kur ka bashkëpunim, ka edhe stabilitet. Kur shtëpia ka thatësi emocionale. Thatësia e cila vije zakonisht për gjunave, sepse gjunat në përgjithësi janë sebeb i shumë fatkeqësive. Allah Azza thot: "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum". Çdo fatkeqësi që juve ju vije është rezultat i gjunave tuaja. E normalisht kur edhe zënkat vinë në familje mes bashkëshortëve dhe problemet që vinë për familjet e tona sot që ne ankohemi dhe i vuajmë ato në përgjithësi janë shkaku i mos pajtimit ose shkaku i gjunave që ne i bëjmë, edhe pastaj ajo çon deri mos pajtim, edhe çon deri në thatësi emocionale që më vonë prishin edhe raportet, destabilizojnë familjet, edhe vije drejtë më e rënda që është divorci mes gruas edhe mes burrit. Normalisht që iblisi e ka këtë synim, ta shkatërrojë një familje për të, është arritje shumë e madhe. Ai gëzohet kur merr vesh një burr dhe një gruaje janë ndo, dhe e di që me ndarjen e tyre ka shkatërruar një familje, me shkatërimin e një familjes, normalisht që dëmtohet edhe shoqëria, dëmtohet edhe ummeti. Unë me lenin Allahut shkurtimisht do t'i përmendi vetëm se disa prej dukurive, manifestimeve që kanë bëjnë me thatësinë emocionale me jetën bashkëtorë. Do të filloj inshallah fillimisht me gruan e pastaj do të kaloj edhe në fund me burrin. Për sa i përket dukurive ose manifestimeve që e manifestojnë këtë dukuri, është një prej tyre është mosdurimi i burrit që e ka me gruan karshit metave të saj dhe gabimet të saj. Ne jemi gjithë njerëz dhe kemi gjithë meta dhe kemi gabime dhe asnjëri për neve nuk është i përsosur. As burri as gruaja, pavarësisht asaj që natyrat e tona ndryshojnë, po kjo duhet me qenë edhe faktor shtesë për neve që ta kuptojmë natyrën e njëri tjetrit dhe të bëjmë edhe më shumë durim. Po fatkeqësisht një shohmë që shpeshherë bie shkak që mosnjohja e natyrës njëri tjetrit, edhe mosdurimi që e ka burri ndaj gruas së tij, kur janë tyqet metat edhe gabimet e saj, bëhet shkaktar i shumë mosmarrveshjeve edhe më vonë edhe thatësisë emocionale, e që më vonë shkakton edhe mos respektin e njëri tjetrit dhe pastaj vjen deri te divorci. Këto mosmarrveshje normalisht janë mosmarrveshje fillojnë si mosmarrveshje të vogla, po më vonë gradualisht ato edhe rriten, edhe kur rriten më vonë vije edhe deri te problemi. Pejgamberi e trajtoi këtë çështje shumë, i dha shumë rëndësi. Edhe në një prej haditheve ti tha pejgamberi tha: "Dëgjoni mirë, ju porosis që me gratë tuaja të silleni mirë." Pastaj pejgamberi Allahut e paraqiti natyrshmërinë e gruas edhe tha që gruaja është krijuar nga brinji. Qëllimi ishte për Havën e cila është krijuar prej brinjit të Ademit alayhis salam. Dhe pjesa më e lakuar e brinjit është pjesa e epërme. Që dietarët e ka komentuar dhe kanë thënë që qëllimi këtu është që gjua është pjesa më e lartë e saj. Dhe ajo që e cila punon më së shumti dhe funksionon dhe prandaj vinë edhe të lashët edhe problemet, dhe tha pejgamberi
nëse do për me drejtu atë bri, s'ka mundësi për me drejtu. Nëse mundosh, është problem, sepse gjithë mundi jotë, ose gjitha ndryshimi jotë që ti do për me bo, ma vonë do të shkaktojë deri te thyrja e brinit, e që realisht është divorci si pas një transmitimi qëtër që ka ardhë, dhe pejgamberi sa ka thonë që thyrja e brinit është divorci i saj. Kjo ta bën qartë me dije se çfarë natyre ka gruaja, që është e butë, me emocione është më ndjeshme, dhe se tabiatin e ka të tillë dhe nuk mundesh ti për më njëherë me ndryshuat. Duhet kohë, duhet mund, duhet përpjekje, edhe duhet shumë sabër kundër gabimeve të saj edhe të metave të saj që i posedon ajo. Pejgamberi sa gabimet që kishin gratë e tij nuk kishin pak normalisht ne me njerëzit kemi të meta, po pejgamberi sa durimin e kishin shumë të madh. Dhe pejgamberi Allahu xhel veçanti kur xhelozia e tyre dilte në pa, dilte në shesh, atëherë ishte më durimtar. Një prej rasteve është rasti kur Aisha radhiyallahu anha, ose njëra prej grave pejgamberi sa kur i dërgoi pejgamberit Allahu diçka prej ushqimit, ajo që kishte pas përgatit e dërgoi te ortakja e saj. Ishte pejgamberi Allahu te gruaja tjetër. Dhe kur e pa shërtorin që erdhi me gruaja u zemru, toli në shesh xhelozia e saj, i ra enës dhe ena ra për tokë dhe u thy. E pejgamberi sa çfarë bëri? Shkoi i mbledhi copat e ushqimit ose ato pjesë të ushqimit që kishin pas mbet, dhe poshtë më pasim e mlodhe ato pjesë thyera të atij sahani që kishte pas dërgu gruaja e tij dhe tha garrat ummekum, tha xhelozoi nëna juaj. Xhelozoi në qëllimi është nana, do thot në aspektin ton që ne gratë e pejgamberëve, gratë e pejgamberit i kemi, do thot gjithë do thot i kemi në aspektin asaj që janë nanat e tona, tha garret ummekum, do thot që xhelozoi nana e juaj, edhe pejgamberi nuk bëri më shumë zë. As nuk e teproi, as nuk e rriti zërin e tij, as nuk e lëndoi gruan e tij, me kaq që përfundoi, pastaj e mori një i dha shërtori dhe ja ktheu asaj që kishte pas dërguar, ja ktheu enën e shëndosh. Pejgamberi sa me një hadith tjetër tha që besimtari nuk e urren besimtarin. Besimtari nuk e urren besimtarin, nuk ja blen ose nuk është e drejtë që besimtari ta urrejë besimtarin për një gabim ose për një tmerrje që ka, sepse ne gjithë kemi gabime. Tha pejgamberi sa besimtari nuk e urren besimtarin, nëse ai e urren te ajo një cilësi që e posedon, padyshim që ai ka shumë edhe të mira tjera. E ka fenë e saj, e ka fetarinë e saj, ka mundësi me pas një gabim, tamam. 2-3 gabime të meta, lëshime, natyra e saj është ashtu. Mirë, por në përgjithësi kur e shikon e shef që ka natyrën ose është e bukur që tërheq, e ka fetarinë që të mba me ta edhe shumë të mira tjera, e për këtë arsye e shikon në përgjithësi e nuk ka nevojë për shkak një gabimi ose për shkak një tmete, shkoje do thot burri normalisht që ta dëmtojë se ta lëndoj gruan e tij, mos flasim do thot që ta rre, atë normalisht që sabri ka kufi. Jo çdo herë njeriu që rre i qetë ose do thot nuk e kundërshton ose nuk i fol gruas së tij. Ka raste ku patjetër duhet për me ndërhyrën, edhe ka raste ku patjetër duhet me u këshillu gruaja. Pejgamberi sa ashtu veproi me gratë e tij. Një ndër ato pejgamberi sa me këshilloi Aishën dhe i tha kur foli për Safiën, për gruan tjetër pejgamberi dhe e përshkroi përshkrimin e saj që është e vogël me trup, tha pejgamberi e ke fol një fjalë që sikur të përzijej deti me atë fjalë do të hupej ose do të ndryshoj ngjyra apo era e detit. Ja bëri qartë me dije se kjo fjalë që ti e ke thënë nuk është fjalë e mirë, përkundrazi është fjalë e shëmtuar. Këtë formë normalisht njëri që duhet me ndërhyj e jo me shujt ose me ndet indiferent karshi fjalëve të saj edhe mos me ndërhyj. Po ashtu, prej manifestimeve tjera është qortimi i tepërt që ja bën burri gruas së vet. Qortimet e tepërta që bën zakonisht vijnë shkaku i mosdorimit të burrit. Jo që problemi është te personi tjetër, pavarësisht qoftë gruaja apo qoftë burri, se njeriu nuk ka mundësi me qenë krejtësisht gabimtar. Pa tjetër e ka një të mirë, edhe brenda ditës e fol një të mirë, nuk ka mundësi me qenë vazhdimsi me gabime dhe ne ta marrim ta qortojmë vazhdimsi. Për shkak se qortimet e shpeshta çojnë deri te fatësia emocionale. Edhe çojnë deri te ajo që të prishën raportin mes burrit dhe mes gruas. E nganjëherë burri është mirë me duru, nganjëherë mos me marr me seriozitet ose me te kalu më mos sikur se mos me dëgju, me qëllim që ta ruajë atë unitetin që e kanë njëri me tjetrin. E qortimet e shpeshta nëse burri e bën vazhdimsi qortimin ndaj gruas së tij, dikur edhe më gruaja nuk bën durim. Edhe thot më boll, se më çaç. Njëri dikur ka një lloj kufini, sepse ne nuk kemi asnjëri perfekt që me marr me shfaq një lloj përsosmërie. Pejgamberi Allahu te xhel ka pasur raste kur gratë e tij kanë xhelozuar se kanë fol
diçka ose kanë vepruar diçka që nuk ka qenë i kënaqur. Por herë ka heshtë, herë i ka shillu, e herë ndoshta ka marrë ndonjë mos tjetër mirë, po qëllimi është mos me ardh deri te maronda, mos me ardh deri te rrahja, edhe mos me ardh deri te problemet e tjera që më vonë çojnë deri te divorci. Po ashtu, për manifestimeve të tjera që tregojnë thatësinë emocionale në jetën bashkëtorë është mos xhelozuia e burrit për gruan e vet. Disa thonë që xhelozia nuk duhet me qenë zemrën e burrit për shkak se nuk duhet realisht të ekzistojë, është mangësi, por realisht nuk është ashtu. Xhelozia është pjesë e natyrës së secilit prej neve, qoftë burr apo grua, sepse edhe burri edhe gruaja xhelozojnë. Mirë, po duhet me kuptuar një çështje që xhelozia nuk duhet me i tejkalu kufit, për shkak se çdo tejkalimi i kufinit xhelozisë shkakton më vonë probleme dhe kalon smundje. Xhelozia duhet me pas kufi. Burri xhelozon, po ashtu xhelozon edhe gruaja. E xhelozia është e natyrshme, shkaku i dashurisë që e ka njeriu, dhe xhelozia vjen prej imanit. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse ata që mohojnë xhelozinë, në përgjithësi qëllimi i tyre është një, që secili ta shikojë jetën e vet, të kënaqet sipas çefeve vet, edhe në fund ta trajtojë secili njëri tjetrin, edhe në fund asnjëri mos çapë llogari, dhe asnjëri mos ta marrë përgjegjësinë e tradhtisë së tij, po secili ka mundësi të veprojë çka do, edhe në fund mos japë askujt llogari. Mirë, por realisht nuk është ashtu. Realisht burri ka xhelozi, dhe burri xhelozon, dhe kjo e tregon edhe dashurinë ndaj personit i cili nuk xhelozon në aspektin fetar të llogaritë si dejuth i pamarrë. Personi i cili nuk ka asnjë lloj xhelozie në shpirtin e tij, në zemrën e tij, për gruan e tij, për vajzën e tij, ai llogaritet dejuth. E dejuthi nuk e nat as erën e xhenetit të Allahut azhajal. Të Allahut azhajal. E për këtë arsye, xhelozia bile te gratë është edhe më e madhe. Shpeshherë kanë ardhur hadithe ku është përmend xhelozia e grave pejgamberit sa. E tëra kjo është me ta qersu qartë me dijet që gratë e pejgamberit të Allahut xhel kanë xhelozuar. E ku mbetet atëherë për gratë tona ose ku mbetemi ne? Një prej atyre shembujve është Aisha radhiyallahu anha, e cila paraqet vetë dhe thotë që një natë për edhe pejgamberi doli natën, edhe kur doli natën pejgamberi tha unë xhelozova. Pse ka xhelozuar Aisha? Ka xhelozuar për shkak se ka menduar që ka shkuar te gruaja e tjetër. Dhe ka filluar do thotë mi shfaq ato veprat ose veprimet e xhelozisë, edhe kur është kthyer në shtëpi e ka pa pejgamberin, e ka hetu. Edhe i ka thonë çka ke? Tha a xhelozove? E i tha Aisha, i tha ja Rasulullah, si mos me xhelozu një gruaja si unë për një burr që je ti. Ja bëri qartë me dijet të thotë që ka xhelozu për pejgamberin e Allahut dhe xhelozia sa i ka qenë e madhe. Një rast tjetër që ka shumë raste, por gjithë e kanë paraqit. Qartë me ta bëmë me dijet se xhelozia është pjesë e natyrës së njeriu. E nuk është diçka që nuk ekziston. Dhe ekzistimi i xhelozisë nuk është smuje, përkundrazi, është vlerë, po bëhet smuje nëse te kalon kufin. Një natë prej natëve pejgamberi sa ka dalë jashtë, Aisha njëtë ka mendu, ka qenë nata e saj, ka mendu që ka shku diku tjetër. Edhe vetë thot Aisha, thot dola, se ne ka pa pejgamberin, kur është kthy shtëpi, e ka vërejt që pejgamberi po falet. Edhe i ka thonë Aisha që transmeton vetë, tha unë mendova diçka, a më doli diçka tjetër. Kështu është xhelozia. Do shta çon me mendu diçka tjetër për bashortin ose bashortën tënde, por realisht ndodhe kundërta. Personi që ka pas atë synim, as që ka dalë për një qëllim tillë, ama xhelozia e çon për me mendu. Kto është rreziku i shejtanit ose rreziku i ndërhyrjes së shejtanit. Ku më vonë ndërhyn, edhe ka mundësi më vonë me shkaktu edhe probleme në aspektin e besimit njëri tjetrit. Po ashtu, rast tjetër që Aisha e ka përmendur është rasti ku pejgamberi sa do thotë ka dalë, ka shkuar të vizitojë do thotë varrezat e Bakis. Aisha e ka shumë bas. Aisha i ka shkuar mbas, e ka parcel, e ka shikuar se ku po shkon. Andaj mos u çuditni kur gratë tona veprojnë diçka të tillë. Për shkak se kjo është e natyrshme, kanë vepruar nënat e tona, kanë vepruar do thotë gratë e pejgamberit sa. E kanë vepruar gratë për brenda historisë. Nuk është diçka jashtëzakonshme që njeriu mu zemru mu irritu, po ajo është natyra e saj. E andaj duhet me pas vesh sabër, duhet me bodurim, edhe mos mi dhon shkaqe, edhe për xhelozi po dhe me pas një tjetër me pas besim. Po ashtu për manifestimeve tjera që aludojnë thatësinë emocionale, është kooperacia që ka burri ndaj gruas së tij. Personi i cili ashtu ne përmenda ligjëratën e kaluar kur fola për fëmijët. Personi i cili është koopras ndaj fëmijës së tij. Padyshim që do të jetë koopras edhe ndaj gruas së tij. Burri ka obligim që shpenzojë për gruan e tij dhe ka obligim që shpenzojë për fëmijët e tij. Përgjegjësia e tij është shpenzimi, furnizim, vendbanimi e kështu me radhë. Nëse burri nuk shpenzon, atëherë fëmin e çon deri në vjedhje. Plot prej fëmijëve që vjedhin, nëse i pyet, edhe e merr një statistikë se pse ata kanë filluar me vjedhje pikërisht ka qenë mos respekti i babas ndaj fëmisë
sepse baba nuk ka shpenzu për fëmijën e vet. Baba interesat e veta për fëmijën e ka privu, edhe ai shkaku i rrethonave, shkaku i shkollës, shokëve që kanë posedu, ka lakmu dhe lakmia e ka çu ku, e ka çu që shkoj që të vjedhë. E njëjta vlen te gruaja. Do shta gruaja nuk e turpron veten e saj për me vjedh, mirë po mundet me shkaktu probleme më vonë në raportet e tyre. Prandaj Allah Azza tha: "Li yunfik dhu sa'atin min sa'ati", pasaniku le shpenzoj sipas pasurisë së tij, "wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah", kurse ai i cili nuk është pasanik, po pasurinë që e posedon të vetën, le shpenzoj sipas mundësive të tij ai që i posedon. Dhe tha Allah Azza "La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha", Allah nuk e ngarkon askënd për te asaj që ati i ka dhënë. E kështu që secili shpenzon sipas pasurisë që e ka. Edhe gruaja nuk duhet me tepru, me kërku prej burrit të saj diçka që nuk mundet me bërë. Sepse shpeshherë bien shkak grad, burrat hyjnë borxhe dhe shpeshherë grad bien shkak xhelozia që e kanë me gratë e tjera, lakmia që e kanë ndaj grave, lakmia që e shohin, që e kanë për veshjet ose për pasuritë që e kanë qerët, ti çojë dhe thot deri natë që të kërkojnë prej burrit që të punojnë më tepër, ose të angazhohet më tepër, ose të marrë borx që ajo të përfitoje, realisht burrin ta shkatroje, e në veçantë kur është mbyqen llogari të fesë atyre. Islami për këtë arsye e ndaloi këtë dukuri bile, edhe Islami e lejoi që gruaja të merr prej burrit të saj, pa lejen e burrit, pa e pit burri për nevojat e veta. Nëse burri nuk shpenzon për grua dhe nuk shpenzon për fëmijën e saj, për fëmijën e tij, në këtë rast lejohet që gruaja të shkojë të marrë prej pasurisë së burrit, për veten dhe për fëmijën e saj. Pa e ditë burri, mirë po sipas nevojave të saj. Jo pa e ditë në aspektin se më marr diçka që ajo është lloj të luks ose pa nevojshme. Por kur burri është koprac dhe rrezikohet ajo dhe fëmia, lejohet që të shkojë që të marrë palin e burrit. Argument për këtë është rasti i Hindit, nana e Muavijës, gruaja e Ebu Sufjanit. Kur shkoi dhe u ankua tek Pejgamberi i tha: "Ja Rasulullah, Ebu Sufjani nuk po shpenzon për mua dhe për fëmijën. Çka më bë? A më lejohet që të marr prej pasurisë së tij pa lejen e tij?" Sheft, tha Pejgamberi, tha merr për ty dhe për fëmijën aq sa të mjafton, jo më tepër. Ka që lejo Islami. Nëse burri është kopras dhe nëse ai nuk ja jep drejtat gruas së vet. Thoshte Hubeish e Thaqafi, tha isha me Ahmed ibn Hanbelin dhe Yahya ibn Mejnin, dy ulemat në hadithit, dhe kishte njerëz prezent, dhe gjithë ishin unik, që burri i mirë, do thot nuk mundet me qenë, ose nuk njohë një burri cili është i devotshëm dhe kopras, sepse devotshmëria duhet me çu në shpenzimin për familjen tënde, e jo me të bë kopras, se ti kur e di që e ke obligim dhe duhesh patjetër për me shpenzu, duhesh patjetër për me dhënë, ama jo me privu gruan edhe familjen dhe pastaj me do problem. Derisa thoshe një prej parave thonë një grua, tha mirë për kooperacinë ta sa e keqe që është kooperacia, sikur të kishte qenë këmish, nuk e kisha vesh. Sikur të kishte qenë rrugë, nuk kisha isë në për te. Aq e keqe që është, ashtë e shëmtuar që është. Po ashtu, prej dukurive tjera, manifestime tjera që alu dojnë ose që qojnë tasive më emocionale është mos bukurimi i burrit për gruan e vet. Burri, po ashtu edhe gruaja që do ta shohim më vonë, e ka pëlqet edhe Islami nxit dhe stimulon që zbukurohen për njëri tjetrin. Pejgamberi sa më tha inna Allaha jamilun wa yuhibbul jamal, tha pejgamberi sa më tha Allah është i bukur wa yuhibbul jamal, do të thonë që e do bukurinë. Edhe prej neve kërkohet që ne të vishemi për gratë tona dhe të zbukurohemi. Kur është pyetje për me dal jashtë, ne gjithë zbukurohemi, apo? Kur shkojmë punë ose kur shkojmë diku ku s'duhet për me shku, vishemi sa më bukur, me parfumat sa më të mirë, me rroba sa më të mira. Ama kur është pyetje te gruaja, përgjithësi rrimi me rrobat më të shëmtuara brenda shtëpisë. E kjo normalisht që e prish, e zbe raportin midis gruas edhe burrit, edhe po ashtu është një prej drejtave të saj. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Ato i kanë drejtat e veta dhe i kanë përgjegjësitë e veta. E prej drejtave tyre është që ti mos zbukuroj. Ibn Abbas i thoshte që unë dua që zbukurohem për gruan time ashtu siç dua që gruaja ime zbukurohet për mua. Shumë e thjeshtë, s'ka filozofi. Do thot tash nëse ti shkon me erë të keqe, sidomos ato që e pin duhanin, edhe kur himrin na kriç shtëpia mushet me duhan,
ose shkon ke punu dikun dhe si intereson fare për më pasuru dhe më ndru rrobat e tua, normalisht që gruaja ka mik prej teje. Te kanë mik edhe fëmijët kanë mik secili. Kjo është shumë e natyrshme, mos prit diçka më shumë. Pastaj nuk ka nevojë që ti mua anku. Kjo është shumë e natyrshme. Ajo do mos zbukuru sikur se ti që do mos zbukuroj për ty. E nëse zbukurohet njëri me tjetrin, ose njëri për tjetrin, atë me lin Allah. Ka për tjetër, ka do të thotë mirësi. Po ashtu. Mos ruajtja e nderit gruas është një prej manifestimeve. Burri nuk ka interesi të afrohet gruas së vet. Kjo shkakton problem. Shkakton thatësi emocionale, shkakton zbehjen e emocioneve, dhe shkakton zbehjen e raportit që ka burri me gruan. Ti kur je martu, e ke ditë një prej synimeve kryesore që e ka martesa, jashtë asaj që është ibadet, është me rujt nderin tanë, me rujt gruas tënde nderin. Nëse e martu për me rujt nderin tanë, dhe me rujt gruas nderin asaj, pa qëtër dush për me qenë ai cili afrohet asaj dhe ka kontakt intim me të. Kur burri neglizhon gruan, ajo normalisht do të thofet prej tij. Pastaj çka ndodh? Ndodhin tradhit, vin tradhit. Pastaj vin tradhit. Tash i ke rrjetet sociale, i ke kontaktet, i ke ujërit të cilat mundon vazhdimësisht kontaktojnë, ta çojnë një viktimë sa për një natë. A e dini se sa gruaja shkruan për problemin e saj dhe tregon për tradhit e saj? A e dini ajo? A i interesu ndonjëherë me pyet se a ka që tradhtojnë? Po ne vetë i shohmi. Ne vetë i shohmi burrat të cilët shkojnë pas imoralitetit, ne i shohmi edhe gratë. Kur i pyet ka pasur raste, pse? Për shkak se burri nuk i afrohet me muaj. E normalisht që ka për me çu deri shkatrim. Gruaja e ka hakun e vet. Ashtu siç e ka burri hakun e vet. Nevojat e saj trupore janë shumë e rëndësishme që burri t'i kuptojë. Edhe ta kuptojë natyrën e saj që është më e ndjeshme. Është më e dashur. Është do të thotë person ose karakter që lip për kujdes e lip kujdes. Madje Islami nxiti që burri t'i afrohet gruas dhe tha wa fi bud'i ahadikum sadaqa. Tha ju kur kryeni kontakt me gruan tuaj keni sadaka. Edhe kontakti intim që e kemi me gruan llogaritet sadaka. Kurse gruaja truhet nderi e saj, është obligim, pa qëtër e ka. Nëse ti nuk e ruan gruas nderin, atëre dije që ka mundësi. Gruaja nëse imonin e ka dop që të tratoje, e atëre e nxin ftyrën e saj, e nxin edhe ftyrën tënde, edhe ma vonë prishet familje. E andaj e ke për obligim që të kujdesesh për te, edhe që t'i afrohesh asaj, mungesat e tua të shpeshta, me muaj tërë, mbi 3-4 muaj, 5 muaj, me vite, si shku nuk kanë orë disa prej tanëve, ose baballarve tanë, edhe nuk kanë orë në për shtëpit e tyre, kanë shkaktu çrregullimin në familje, dhe poshtë edhe tradhti. Përpara, kanë mendu që kur kanë shku jashtë në përgjithësi, kanë mendu që qëndrojnë si burra, mirë po fitne e madhe, edhe shpesher, kanë rënë zinop, ato nuk e shfaqin. Mirë po ma vonë kuptohet, kur kemi shku, kur e kemi pa në vetë, ja kemi pa disa prej tyre që kanë pas graqera, po disa prej tyre dhe ka shku kanë pas zinoja, me të holla. Ama të shpia e ka lëngruan nuk ka pas nevoj që të kthete një vit, një apo 2 vite, pa varësisht se sa. E shaka shaktu kjo. Problem, apo? Edhe ka prish familjen, edhe ka dëmtu, edhe ka lëndu, edhe në fund i ka zbie edhe marrëdhëniet, edhe e ka prish edhe çdo kontakt mundshëm që mundet me ekzistuar mes burrit dhe mes gruas. Po ashtu prej manifestimeve tjera është mosdhënia e dashurisë ose mos qenit i dashur me gruan. Burri duhet me kuptu mirë realitetin e gruas, se gruaja nuk është e egër, ose nuk është shejtan si që kanë pretenduar disa prej feve tjera. Islami i ka dhënë rëndësi të veçantë. Edhe ta ka qartësuar natyrën e saj. Natyra e saj është e tillë, është e butë, është e dashur, është më emocionale, edhe ka nevojë për ndjenja dhe ka nevojë për arktim dhe ka nevojë për lozje. Për mes se ma shembulltyra më mirë, nuk duhet me qenë shembulltyr unë apo ti apo tjetri, jo, se dikush e merr shembull thot, po çe baba. Tamam, baba vetë më e ka pas drejt. Çe ka pas mirë. Ne kandarin e maqës e kemi për mes se. Ashtu si shka vepru për mes, ne e themi atë, dhe ashtu duhet me vepru dhe kjo është më e drejta. Për mes se ka qenë i dashur me gratë e tij. Dhe për mes i ka kushtuar rëndësi të veçantë grave të tij. Dhe për mes nuk ka qenë një kohë caktuar i dashur e kohë tjera ndryshe, jo, çdo kohë, çdo vend, i njëjti. Është zbavit me to, ka loz me to, është arktu me to. Dhe gjitha ajo e cila kanë ndodhur, e kanë ilustruar, e kanë paraqit çdo imazh
Nuk ka qenë diçka e msheft edhe pse ka qenë privatësia e tij. Privatësia është privatësimi, por pse e ka shfaqur në aspektin që ne ta kuptojmë realitetin dhe ne veprojmë ashtu siç kanë vepruar. E me Aisha radhiyallahu anha se një herë për njerëve kanë garu. Edhe Aisha ka qenë më e dopt, ja ka tekalu për mesasem. Herën tjetër për mesasem ja ka tekalu asaj. Edhe ka qesh, edhe janë zbavit dhe i ka thonë Aisha radhiyallahu anha, i ka thonë kjo me atë do thotë herën e parë, ti mund unë tash munda. Kjo është për mesasem. Do thotë ne duhet ta kuptojmë që shembulltyra më e mirë për neve në çdo aspekt është për mesasem. Nuk është as filoni as saloni. Nëse ai ka vepruar dhe ai ka nxit, atëherë e jona është që ne shkojmë rrugës tij, për shkak se udhëzimi i tij është udhëzimi më i mirë. Kto ishin për sa i përket dukurive negative që burri ose do thotë atyre manifestimeve që e manifestojnë thatësinë emocionale që ka burri ndaj gruas. Tash kalojmë të kundërtën, gruaja ndaj burrit. E para është mos zbukurimi i gruas për burrin e saj. Unë e përmenda gruaja do për mos zbukuru burri për te, po dhe burri do mos zbukuru gruaja për te. Kjo është shumë normale dhe shumë e natyrshme. Edhe nuk duhet diçka tjetër çuditshme, edhe jashtëzakonshme. Nëse një grua zbukurohet për rrugën dhe del më e zbukuruara ka shqitjerëve, për kanë? Për burrat e ujë, për kolegat e punës, për kanë? E në shpe kur vjen i vesh rrobat më të këqija, atëherë dije që është për. Dhe dije që burri ka mundësi me ungje do thot inferior, do thot që person që nuk ngjen ose thjesht nuk e çon ngjeje diçka ndaj gruas së tij. Mundet të qenë indiferent. Pastaj mundet mos bën emocionet e tij. Dashurinë që e ka ndaj gruas. Edhe në fund çon deri ku? Deri te problemi, deri te thatësia emocionale. Tha me se me një ditë që transmeton e Borera kur e pyet me se cila grua është më mirë, tha kur burri shikon egzonat. Kur burri e shek gruan, gëzohet burri. Kur burri e shikon gruan, shkakton gëzim zemrën e burrit të saj. Ajo, kur burri e urdhëron, e respekton burrin e kënaq. Dhe shtoja asaj, kur ai mungon, i harruan pasurinë dhe nderin atij. Këto dy janë shumë me rëndësi, pasuria dhe nderi. Ta harron koletën, ta harron edhe nderin, ta harron ftyrën. Kjo grua është kur burri e shikon kënaqet. E kjo është dhuntia, mirësia që Allah subhanahu ta jep. Nëse Allah subhanahu ta ka mundsuar një gjë të tillë, atëherë do thotë dije që me të vërtetë ka dhënë dhunti të madhe. Po ashtu. Tjetra është mos respektimi i burrit kur burri e therrët gruan në shtrat. Burri kur gruan e therrët dhe e ka nevojën e tij, grua e duhet të i bindet atij nëse nuk ka ndonjë problem ose nuk ka ndonjë smundje e cila e pengon. Në esencë, ajo duhet ta respekton. Dhe duhet ta kupton mirë natyrën e burrit edhe nevojën e tij. Edhe me atë ta respektojë edhe dëshirën e vullnetin e tij. Mos harroje se çdo bindje që e bën ndaj burrit të saj është ibadet. Bindje që gruaja e bën ndaj burrit të saj është ibadet. Unë i kuptoj disa prej grave kur thonë që kemi problem me burr dhe ai nuk na respekton dhe ne nuk e respektojmë. Mirë, po gruaja duhet me qenë më e mençur. Gruaja duhet me mendu pak më gjatë. Dhe me mendu që edhe pse burri nganjëherë nuk e respekton, ajo mos të bëjë gjuna, po ta respektojë burrin e saj. Ta respektojë burrin e saj, urdhën e tij, përderisa nuk e thin haram, dhe me këtë fiton kënaqësinë Allahu xhel. Kjo mjafton, sepse mos respektimi çon deri ku, deri në gjuna, edhe deri në prishjen e raporteve. E pejgamberi sa tha, nëse burri e therrët gruan e tij për shtrat, e ajo refuzon dhe ai fle i zemruar me të, atëherë melaçet do ta mallkojnë atë grua deri në mëngjes. Melaçet e mallkojnë atë grua deri në mëngjes. Me një ditë tjetër ta pensem, nëse burri e therrët gruan e tij për nevojën e tij që e ka, le të afrohet gruaja qoftë edhe duke përgatitur ushqim. Le ta praktikojë përgatitjen e ushqimit dhe le të shkojë te burri i saj, le të respektojë nevojën e tij dhe dëshiran e tij, sepse në këtë formë vetëm se ia jep hakun dhe shtohet dashuria mes tyre. Po ashtu dhe me këtë pa e përfundoj është mos mirënjohja e gruas që e ka ndaj burrit të saj. Burri sado që i bën mirë, sado që kujdeset për të dhe sado që e vlerëson, megjithatë gruaja nuk është mirënjohëse ndaj dutive dhe mirësive që burri ia jep asaj. Normalisht gruaja duhet me qenë më e mençur, unë thash, me falendëru burrin e saj për ushqimin, për kujdesin, për veshmbathjen, për furnizimin, për gjitha ato që burri ja ka mundsuar asaj, sepse kush e falendëron njeriu, e falendëron Allahun, ose nuk mund ta falendërosh ti Allahun pa i falendëruar, do thot njerëzit.
e grua e cila falëndron edhe është mirënjohëse, natë grua ka bereqet, edhe ka mirësi. Pejgamberi sa më tha, nuk e falëndron Allahun ai i cili nuk i falëndron njerëzit. Po dhe rasti Ibrahimit a.s. i cili kur shkoi te biri i vet Ismaili, kur udhtoi prej Palestinë për Mekë, shkoi në shtëpi trokitin der doli gruaja e tij. Edhe e pyeti Ibrahimi pa i treguar se kush është. E pyeti tha, si e keni gjendje, si jetoni? Çfarë tha gruaja e parë? U ankua tepër. Tha, e kemi gjendjen e vështirë, tha, e kemi këtë edhe këtë edhe këtë. Edhe Ibrahimi i tha, thuaj burrit tan kur të vjen te shtëpia, le ta ndroj provën. Le ta ndroj provën e tij. Qëllimi ishte le ta divorcoj gruan e tij sepse kjo grua nuk është grua e mirë. Grua e cila ankohet për burrit e saj. Dhe grua e cila në vazhdimsi mohon të mirat burrit të saj. Padyshim që karakteri i saj nuk është i mirë. Padyshim që karakteri i saj ka nevojë për ndryshim. E kur shkoi herën e dytë, kishte pas marrë Ismaili grua tjetër, edhe e pyeti si e keni gjendjen, tha gjendja jonë është shumë e mirë. Ta jemi dhuntit mirësitë e Allahut të xhel. Edhe pse ndoshta nuk kanë pas shumë, megjithatë ka ditë ta falenderojë dhe ta njohet mund atë sakrificë burrit të saj, tha thuaj burrit tan kur të vene, le ta forcojë provën e saj, do thotë le ta mbaje gruan e vet. Pejgamberi sa me hadith tjetër tha, e pash zjarmin e xhenemit dhe e pash që shumica e banorëve të xhenemit ishin gra. Dhe i than pse ja Rasulullah? Pejgamberi sa më tha për shkak se ato e mohojnë burrin ose shoqëruesin e tyre. Disa prej ulemave kanë thonë që këto është pyetje burrit, disa e kanë zgjeruar kuptimin, kanë thonë që këto është pyetje edhe familja dhe prindi, do thotë që nuk është mirënjohje ndaj prindit, nuk është mirënjohje ndaj fëmisë, nuk është mirënjohje ndaj burrit të saj. Dhe e mohon çdo të mirë që burri ja bën asaj. E tha, nëse burri i bën krejt jetën, i bën mirë asaj grua, ajo thot në fund, thot nuk kam pa prej te kur hajr. Apo, grua, ke jetu 30 vite me te, 20 vite me te, je mundu në vazhdimsi me qenë krah i saj, dhe me përkra, dhe me ndihmu, dhe me shpenzu, dhe me argjume, dhe me sakrifiku, edhe në fund thot, kur s'ta kam pa hajrin? Kur? E kjo kur e tregon mohimin e saj për gjitha ato dhunti dhe mirësi. Për këtë arsye, një prej sebeve që hyn në xhenem është pikërisht mohimi i mirësive që burri i bën ndaj gruas, andaj gruaja e mëshme nuk duhet me rënë këtë kurth që ti mohojë ato, por përkundrazi ta falenderojë burrin dhe të lutet për të që Allahu xhel ta ruajë dhe t'ia shtuajë. Atë kjo ishte shkurtimisht për sa i përket kësaj teme, unë thashë është temë gjatë, ka nevojë që trajtohet gjëra gjatë për shkak se një numër i pyetjeve që na vijnë, diku 70% janë pikërisht problemet burrë dhe grua. E duhet që trajtojnë gjëra gjatë, po qëllimi nuk është këto që trajtohen, qëllimi është thjesht që ti paraqiset disa prej manifestime, disa prej dukurive që janë familjet e tona që janë si dukuri dhe që paraqesin thatësinë emocionale që e kanë njëri me tjetrin. E lutem Allahun që familjet e tona të i forson, dhe lutem Allahun që neve të na mëshiron, dhe lutem Allahun që neve të na vetëdison dhe gratë tona Allahu të i forcon. Dhe Allah Zogjel të na shtoj dashurinë, afërsinë, mirësinë që kemi njëri me tjetrin dhe të japë bereqet në familjet tona, në fëmijët tona, në gratë tona. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.